Sepse në momentin ti kur nuk ja fal me presion prej traditës, jo prej avokatit, që avokati shumë mire tha, kur shkon të noteri a i thot, mos ka presion, shumë mirë këtë sendën e kanë monitorizu. Po i kanë ketë letra. Vetë lutëm, 10-15 muaj për para, motra ka pas presion psiqik, ka pas presion traditës, moral, qysh unë mja kërku vlaut, sepse edhe kështu pra vllaznit e tonë, i kryojnë pasunit e veta në themelet e haramit, unë e thamë. Tash po flas nga aspekti sheriatit, zotëri avokat, a deri tash nuk e përmenda hiç sheriatin. A tash po thamë që vllaznit në emër të sheriatit po flas, vllaznit që ndërtojnë pasurin në hakun e motrës e cila e ka heshtjen e fshehur, lotin e fshehur, dhunën nga ana burrit se burri dhe qka keti këtu dhe qka ke bruti prej babës tanë, ata vllazën e kryojnë pasunin në themelet e haramit. Qëto e thot sheriati. Na e respektojmë ligjin e Kosovës. Une si Iqbal e Berisha